Bismillahirrahmanirrahim. E lam tek shpjegimi që bëm lidhur me kalimin e të ashtu quajturës mbrojtje nga Ebu Talib tek Ebu Lehebi, dhe siç e kam thonë edhe herë tjera, këto shpjegime me natyrë kontekstuale apo të futura në një sfond historik na shërbejnë para së gjithash për një qëllim, që praktikisht duhet të jetë, dhe shpresojmë që ta ruajmë këtë ritëm deri në fund, që t'ja arrijmë para së gjithash dhe pastaj ta ruajmë deri në fund të këtij cikli, qëllimi i cili është që pavarësisht se ne këtu me njëri tjetrin jemi një grup, si me thanë, i mbyllur dhe që bashkëndajmë të njëjtën të vërtetë dhe udhëhiqemi nga të njëjtat ligjësi, qëllimi është që këtë narrativ dhe që është manifestimi me sa kemi mundësinë i të gjithë shpalljes e derdhur në 23 vite të jetës së profetit si profet, sallallahu alaihi wasallam, të mos na vlej vetëm ne, por të jetë një ligjërim dhe një narrativ e dalë, le të themi, nga një gjuhë që është për të gjitha llojet e veshëve, që do të thotë, në qoftë se ja japim një familjarin, në qoftë se ja japim një të huaj, në qoftë se ja japim dikujt që nuk e ka as haberin nga feja e Allahut dhe nga mënyra se si besohet ai dhe njerëz të këtill në vendin tonë për fatin tonë të keq janë shumë, ai në qoftë se ka formimin le të themi mesatar, në qoftë se ka disponimin për të kuptuar, në qoftë se ka dëshirën për me marrë vesh se çfarë do të thotë të shpalosësh historinë e një profeti, ta ketë lehtë për ta kuptuar këtë. Përndryshe, se vapi i kësaj ne shpresojmë që nuk humbet, por dobia do të ishte gjithmonë e përgjysmuar, apo akoma dhe më pak, në qoftë se mendojmë se i marrim gjërat mirëqena me që i dim ca gjëra paraprakisht, apo i marrim gjërat e mirëqena me që i besojmë paraprakisht dhe me që i besojmë si të tilla nuk kanë nevojë për shpjegim. Në fakt jo, çdo gjë ka nevojë për shpjegim, nëse duam që mesazhi profetik, që do të thotë mesazhi hyjnor përmes mesazhit profetik, të jetë për të gjithë njerëzit dhe për të gjitha kohrat, ashtu siç Allahu e ka paracaktuar atë. Sepse tek e fundit fare, siç ju e dini, ne jemi ende në periudhën mekase dhe shumica e ajeteve të, le të themi, drejtuara në rasën thirrore ndaj audiencës apo publikut në Kuranin Mekas është o ju njerëz, që do të thotë, nëse në Medinë ndryshon dhe thuhet o ju besimtar, ndryshon vetëm në rastet e dispozitave dhe të çështjeve, le të themi, të lidhura drejt për drejti midis besimtarëve dhe Allahut. Por mesazhi universal i tauhidit, mesazhi universal i monoteizmit, mesazhi universal i vlerës së shpalljes dhe profecisë ju drejtohet gjithë njerëzve, dhe në këtë kuptim ne nuk mundemi ta tradhtojmë këtë orientim dhe këtë qëllim të përcaktuar paraprakisht nga Allahu, jo vetëm në rastin e profetit tonë, por të gjithë profetëve, duke ligjëruar rreth sirës dhe mënyrës se si ne besojmë profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, duke folur vetëm me njëri tjetrin, nisur nga premisa e saktë, por në këtë kontekst që flasim e rreme dhe gjysmë e gënjeshtërt, se ajo na vlen vetëm ne dhe na bën dobi vetëm ne, kurse të tjerët pa e besuar këtë fe nuk mund ta kuptojnë. Ky është gabim, ky është kurth, ky është autogol praktikisht. Të gjithë njerëzit mund t'i qasen këtij besimi dhe këtij profeti dhe këtij njeriu të madh, pavarësisht a e besojnë apo jo. Përndryshe, nëse besojmë këtë të dytën, që pa e besu i herë Allahu nuk mund ta kuptojnë profetin, atëherë praktikisht jemi duke e ekspozuar apo reklamuar apo përshtatur shpalljen si një dije okulte, dhe kjo bie në kundërshtim me mënyrën e drejtë për drejtë dhe fisnike me të cilën Allahu ju flet robërve të tij. Prandaj është e dobishme që të përfytyroj, unë flas për veten dhe mundohem që të jem model për të gjithë ne,
është e rëndësishme që edhe kur flasim me njëri tjetrin dhe e dim që ne besojmë të njëjtën gjë dhe e dim që ne i dim, le të themi, një pjesë të mirë gjërave paraprakisht, duhet gjithmonë të përfytyrojmë një publik brenda bisedës i cili nuk është prej nesh dhe që në një moment të saktuar, pavarësisht se kur është ky moment, nëse ai bën pjesë dhe përfshihet në bisedë, atëherë gjua jonë të jetë gjuhë për veshët e tij dhe sigurisht këto vesh, ky publik, kjo audiencë ka nevojë për formim, ka nevojë për le të themi njohuri, ka nevojë për parazgjithash disponim dhe sinqeritet, jo në kuptimin fetar të fjalës, por në kuptimin njerëzor dhe fisnik, për të hapur zemrën dhe për të kuptuar se çfarë do të thotë të mësosh jetën e një profeti. Në këtë kuptim, të gjitha shpjegimet kontekstualizuese apo si më thanë historike që unë përpiqem të bëj, janë në funksion të këtij yzmeti, që do të thotë nuk mundemi ta studiojmë jetën e profetit duke e menduar se është vetëm profeti ynë. Ai është profeti i gjithë njerëzimit, përndryshe nuk ka kuptim që do të jetë i fundit dhe pas tij nuk ka tjetër deri në kiamet. Që do të thotë ka njerëz që nuk e besojnë atë sepse nuk besojnë Allahun, por nesër me të besuar Allahun pashmangshmërisht ai do të jetë profeti i tyre. Por ne nuk mundemi t'i ftojmë këta njerëz në këtë besim pa ju prezantuar profetin sallallahu alaihi wasallam në formën e tij më të plot, në formën e tij më të mirë, sepse përndryshe mund të, dhe Allahu na ruaj, mund të përfshihemi tek ata njerëz të cilët nuk e kanë shpën amanetin e Zotit dhe hakun e fjalës tij në vend në mënyrën e duhur. Dhe derisa e kemi marr përsipër ta bëjmë këtë, domethënë, atëherë përpiqemi ta bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Mbrojna mundësive dhe përtej mangësive. Që do të thotë, në momentin që flasim, Ebu Lehebi nisur nga e ashtu quajtura ndjenje grupit, apo e ashtu quajtura asabije, apo e ashtu quajtura krenari e xahilietit, nuk pranon që nipi i tij të poshtërohet në sytë gjithë nënfiseve të tjera të Kureshëve, të kabileve praktikisht rivale me të, dhe në mënyrë publike shpall në Mekë mbrojtjen e tij. Se çfarë do të thotë mbrojtje, e sqaruam javës që shkoi dhe po të ndalem përsëri i bi që të humbim kohë. Dhe ajo që ndodh, siç e thash, Ebu Xehli, që në këtë moment që flasim në radhët e tij, po edhe më gjerë njihej si Ebul Hakem, me fjalë si njeri i urtësisë, fjalën Ebu Xehel e mori në përfundim të betejës Bedrit, kur Abdullah ibn Mesudi në praninë të profetit sallallahu alaihi wasallam jep, jo në praninë të profetit, Abdullah ibn Mesudi jep goditjen e fundit ku ai ndron jetë, dhe pastaj kur profeti sallallahu alaihi wasallam i kërkon që t'i shoh trupin, me një fjalë, aty përballë Ebu Xehelit, ai thotë që ky nuk ishte kurr Ebul Hakem, po ishte Ebu Xehel, edhe që do të thotë babai apo ati i ignorancës. Dhe Ebu Xeheli e nxit si një ndër kureshët më famkeq dhe i thot, po ta dije se çfarë beson, siç e thash javës që shkoi, nipi yt përpara arsit e tu, dhe sidomos për Abdul Mutalibin, nuk do ta bëj atë që bëre. Dhe kur ata bisedojnë me njëri tjetrin, profeti i jep sallallahu alaihi wasallam përgjigjen sa të vërtet, aq elegante, po aq edhe diplomatike, po ta përdorim këtë term kështu, apo gjysmë diplomatike, dhe i thot që ai ishte me popullin e vet. Dhe kur Ebu Lehebi kënaqet me këtë gjysmë përgjigje, për arsyeën se ai nuk e tha drejt për drejti që ai ishte në zjarr, Ebu Xeheli e nxit si praktikisht shejtan njëri që ishte, dhe i thot, nuk të dija kaq budalla, të dija më të menshëm, ti e di shumë mirë se çfarë nuk kupton ai kur thot me popullin e vet. Dhe kur ai e pyet për s'dyti herë, profeti, pavarësisht se hesht, nuk kuptohet që ai nuk beson se paraarsit e tyre të gjithëve, Abdullahi, vllai i tyre, pra babai i tij, apo Abdul Mutalibi, ishin prej besimtarëve, apo prej hunefave, apo prej muslimanëve. Dhe në këtë moment Ebu Lehebi i jep në mënyrë publike dorëheqjen nga mbrojtja që i ofroi profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe nga ky moment 2 apo 3 javë maksimumi nga kjo ndodha ashtu quajtura ngjarje e Taifit, për të cilën shpresojmë që të flasim në pjesën e dytë të fjalës së sotme, kurse në pjesën e parë, siç e thamë edhe javës që shkoi,
është mirë që të bëjmë një përmbledhje të nënës besimtarëve Hatixhes radhiyallahu anha, e cila është praktikisht e vetmja grua e profetit sallallahu alaihi wasallam, e cila nuk e gëzoi në të gjallë të saj termin nëna besimtarëve, për arsyeën se ajeti i surës Ahzab është një ajet Medinas dhe të gjithë gratë e profetit sallallahu alaihi wasallam me cilat ai u martuan në Medinë, nga Sauda ibn Zumua deri tek e fundit, nuk më kujtohet tani kush është, u njohën me këtë ajet dhe besimtarët për nga respekti dhe edukata që kishin ju drejtoheshin atyre si nënat e besimtarëve, kurse Hatixhes jo, por nënkuptohet që edhe ajo ka qenë e tillë përderisa Allahu e përcakton të tillë këtë kategori grash. Nuk do të zgjatem shumë tek ajo që kemi thënë tashmë për Hatixhen, sepse me sa mbaj mend tek mësimi 14, por edhe pak tek mësimi 15 kemi folur në mënyrë shtëruese mrena mundësive lidhur me Hatixhen radhiyallahu anha, por kujtojmë që ishte një ndër gratë më të drejta dhe më fisnike të gjithë kureshëve. Kemi thënë që ishte e martuar 2 herë. Është e paqartë ai ishte divorcuar apo i kishin vdekur bashkëshortët. Mendimi më i saktë është se i ishte e divorcuar, kishte 2 fëmijë respektivisht me secilin prej tyre. Edhe kishte një djalë që quhej Hind dhe një djalë që quhej, edhe pse Hind në këtë periudhë quheshin edhe gra, edhe vajza edhe djem, dhe kishte gjithashtu edhe një vajzë që quhej Atika, por edhe 2 bashkëshortët e parë, edhe këto 2 fëmijët në sirë, pastaj më pas në sirën profetike nuk rezultojnë me ndonjë vend, kështu që ose kanë qenë njerëz të parëndësishëm praktikisht, ose me shumë mundësi kjo është e dyta, për sa i përket 2 bashkëshortëve, ata duhet të kenë ndruar jetë herët, ndoshta para se me u bë profet me i fjalë. Kurse 2 fëmijët përmendet që në vatrën familjare Hindi, ky djali kur ata martohen është pjesë e familjes. Dhe kemi thënë që Hatixhe bintu Khuwailid kishte disa vëllezër, një prej tyre ishte Awami, dhe Awami ishte babai i Zubair ibn Awamit, Abdullah ibn Zubair ibn Awamit, që do të thotë i gjyshi i Abdullah ibn Zubairit dhe i ati i Zubair ibn Awamit, 2 sahabë që i kemi përmend, dhe ishte bashkëshorti i Safijes, hallës së profetit. Një tjetër ishte Hakimi, ishte Hizami, dhe i biri i tij Hakimi ibn Hizam është një sahabi i madh, dhe kemi thënë që është sahabi i vetëm që ka lind brenda në Qabe, kurse i treti ishte Naufel ibn Khuwailid, që ishte vllai i tjetër i Hatixhes i treti, 3 kishte, dhe ky konsiderohej në mesin e besimtarëve si shejtani i kureshëve, praktikisht ishte një njeri i keq, dhe këtë vret Aliu në Bedër, është një ndër të vrarët në Bedër në fushën e betejës. Situata e mërshme, është e vërteta, me një fjalë praktikisht. Dhe ky ishte ai i cili ndër të tjera edhe torturonte nipin e tij Zubair ibn Awamin, dhe kemi thënë që kur e kemi përmend pra djalin e vllajt. Thamë që profeti sallallahu alaihi wasallam martohet me Hatixhen, mendimi më i saktë është kur ai ishte 25 vjeç, praktikisht për këtë ka ixhma, por mendimi më i saktë është kur Hatixha radhiyallahu anha ishte 28 vjeç. Ka dhe një version që është klasike dhe që ka zënë vend, por që nuk ka burim të saktë dhe autenticitet, që ajo ishte 40 vjeç. Kjo ndoshta e kam thënë, ndoshta nuk e kam thënë, ky version ka marrë popularitet dhe ju pëlqen muslimanëve për të nxjerrë në pah natyrën, si me thënë, fisnike, morale edhe jo të dhënë pas grave nga ana e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe për të thënë që ai u martua me të gjitha gratë e tij vetëm për qëllime daveti, vetëm për qëllime të rritjes mundësive të përhapjes fjalës Allahut, mori dhe pastaj bën një ka autor tillë kryesisht shekullit 20 me një gjuhë vetë frustruese dhe me një gjuhë apatike, fillojnë dhe shpjegojnë mënyrën se si profeti duhet këtë menu sipas tyre
kur është martuar me secilin prej tyre dhe kur e fillojnë me Hatixhen radhiyallahu anha, thon dy gjëra. E para, nuk u martua me asnjë grua tjetër përveç Hatixhes në periudhën mekase, dhe për aq kohë nuk u martua kur ishte i ri, krahasuar me çfarë ishte pas të 50-tave kur u martua me gratë e tjera. Atëherë duhet të ketë qenë një njeri që me siguri nuk ka pas as të ashtu quajturat pasione burrërore dhe as ka qenë i dhënë pas femrave. Dhe e dyta, martesa me Hatixhen ka ndodhur kur ajo ka qenë 40 vjeç. Profeti 25, që do të thotë që në fillim nuk ka pas për qëllim as ta dashuroj, as ta doj, as të ketë një marrëdhënie le të themi familjare në kuptimin e drejt për drejt kësaj fjale. Ky është gabim, sepse e para nuk ka autenticitet të rrëfimit të moshës së Hatixhes 40 vjeç. E dyta, nuk mund të kishte kurrë 6 fëmijë me një 40 vjeçare, sidomos në periudhën që flasim, edhe sot është e vështirë, jo më atëherë. E treta, nga raportime të ndryshme të sahabëve, arsyeja pse profeti sallallahu alaihi wasallam nuk është martuar me një bashkëshorte tjetër në periudhën mekase, para së gjithash është se e para ai nuk kishte një shtëpi të vetën, ndryshe nga që ndodhi në Medinë. E dyta, ai ishte i varur ekonomikisht drejt për drejt dhe krye kput nga Hatixha radhiyallahu anha, që do të thotë nuk do të ishte as fisnike dhe as e denjë, nuk do të ishte me siguri e ndalume, sepse siç e kemi thënë, profetët janë masum, janë të ruajtur nga Zoti nga veprat e turpshme dhe të ndalume, por është fisnikëria që ai tregoi ndaj saj kur ajo e ndihmoi, siç e kam thënë atëherë kur folën për të, dhe si do ta them tani shkurtimisht, që do të thotë martohen kur profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë 25 vjeç dhe ajo 28 vjeç, zhvendoset dhe jeton në shtëpinë e saj. Duhet këtë qenë me siguri një shtëpi e madhe, për arsyen se kur ata martohen, Hatixha kishte tashmë 2 persona, ishte Hindi, djali që kishte nga njëra nga 2 martesat, ishte Zeid ibn Haritha, i cili ishte një sklav të cilin që nuk ishte Mekas, të cilin e bleu në panairin e Ukadhit, në mirë thash panair, se ishte më tepër panair sa trek, në panairin e Ukadhit Hakim ibn Hizam, dhe që pastaj Hatixha radhiyallahu anha i adhuroi profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj ai bëri atë të ashtu quajturin proces që quhet tebenni, që do të thotë e bëi birë për shpirt dhe e birësoi. Dhe deri në shpalljen e ajetit surës Ahzab, Zeid ibn Haritha njihej tek gjithë sahabët edhe jo sahabët, tek gjithë njerëzit, si i biri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, siç e thotë edhe Abdullah ibn Umar në një hadith, në një fjalë të tij, me fjalë që unë e dija që ai ishte i biri i profetit, derisa erdhi surja, erdhi ajeti, u shpall ajeti i surës Ahzab, dhe profeti doli publikisht në Medinë dhe tha që tashmë ai është Zeid ibn Haritha dhe jo më Zeid ibn Muhammed. Këta ishin 2 personat që praktikisht Hatixha kishte me vete, kurse profeti sallallahu alaihi wasallam kishte me vete ta Umu Ejmenin, që e kemi përmend, apo që kishte atë lagapin, nofkën, në kuptimin e mirë të fjalës, Baraka, dhe ajo ishte e cila u kujdes për profetin sallallahu alaihi wasallam në moshën 6 vjeçare, kur i ndroi jetë e ëma. Ajo e mori nga Halimja dhe nga domethënë rrethinat e Kubas, e solli në Mekë tek Abdul Mutalibi kur Amina ndroi jetë, dhe veç kësaj, në momentin kur në momentin kur Xhafer ibn Abi Talib rritet pak dhe në shtëpinë e Abu Talibit situata ekonomike përkeqësohet, profeti sallallahu alaihi wasallam i kërkon Abu Talibit që Aliun e vogël t'ia japi dhe që ai t'i bashkangjitet atij, që do thotë edhe Aliu, edhe Zeid ibn Haritha, edhe Umu Ejmen, edhe ky Hindi, po për këtë Hindin kuptohet nuk ka shumë të dhëna, mund të ketë ndru jetë herët, nuk e di, domethënë, me aq sa kam lexuar nuk rezulton me asnjë qosh. Pra kjo ishte e ashtu quajtura vatër familjare. Ajo që ndodh është që këta martohen me duke u bërë Hala, sebeb Hala, tham ishte motra e Hatixhes, dhe ishte një, sigurisht edhe ajo e pranoi fenë Allahut dhe ndroi jetë si besimtare.
Hala kishte një pasuri të konsiderueshme që konsistonte në bagti dhe ajo e kishte profetin, pra Muhamedin, e kishte punësu me mëditje, si me thanë, dhe ai ishte bari. Dhe ka një hadith e kam përmend me fjalë që të gjithë të dërguarit e Allahut kanë qenë bari me fjalë, dhe unë nuk pendohem për këtë, por jam krenar sepse kam qenë në sunetin e të mëparshme, të mi, si me thanë, pra të profetëve. Dhe kur Hatixha në një moment caktuar ishte e zhgënjur nga hilet që i bënin të ashtu quajturit partner në tregti, në anglisht quhet broker, me fjalë një njeri që nuk ka kapital, por merr përsipër të bëjë të njëjtën, pra të bëjë gjithë punën, por kapitalin e fut dikush tjetër, në arabisht quhet mudarabe, që do të thotë ndajmë njëri bën punën, tjetri kapitalin, dhe të gjithë karvanët e Hatixhes që shkonin drejt Yemenit, më pak drejt Yemenit, por më shumë drejt Shamit, gjithmonë nuk sillnin fitimin e duhur për arsyen se praktikisht ishte humbje në rrjet, me fjalë vidhte ai që merre me këtë punë. Dhe në kërkim të vazhdueshëm të një njeriu besnik, ajo i thot smotrës që duat ndjesh dikë. Është interesant me fjalë që akoma dhe sot deri në kiamet ky do të jetë problem kryesor ke gjithë njerëzit, me fjalë ajo ku çalon biznesi dhe tregtia, para zgjidhash nuk është as kapitali, as ideja, por është besnikëria e marrëdhënies së atyre që përfshihen në këtë marrëveshje, me fjalë. Dhe hala i thot me fjalë që njeri më të edukuar, më të drejtë dhe më besnik se sa Muhamedi unë nuk njoh, dhe do të mendoja që do të ishte e denjë që ta punsoja atë. Kjo ndodh në fillim një herë apo dy herë. Ishte hera e parë që profeti sallallahu alaihi wasallam del nga rrethinat e të ashtu quajturit Hijaz dhe shkon drejt Shamit. Nuk transmetohet se ka bërë në rrugë Jemeni, por drejt Shamit thuhet. Ata që thonë që është hera e dytë i referohen si të vërtet historisë me Ebu Talibin tek ai manastiri me atë murgun, por unë kam thënë kur kemi folën në fillim që edhe pse pra nga një anë nuk ka transmetime të sakta rreth autenticitetit të asaj ngjarje, nga ana tjetër ka brima në arsyetim, me fjalë, dhe i kam përmend kur ka ardhur, kur e kemi pas mundsinë. Pra ajo është e pavërtetë si histori, është e trilluar, me fjalë. Pasi kthehet të dyja herët ose një herë ose dy herë, nuk jam jo se nuk jam i sigurt, por ka dy mendime, ose ka shku një herë ose ka shku dy herë. Në të dy rastet apo vetëm në njërin rast ka qenë njëra që quhej Majsara, që ishte një kraj djathtë i Hatixhes, një grua, e cila ishte një grua që mund të luftonte si burrat dhe që profetit, pra Muhamedit, ajo ju bashkangjit edhe si gjysmë mbikëqyrëse, por edhe si ndihmëse. Dhe kur ajo kthehet tek Hatixha radhiyallahu anha, i tregon asaj mrekulli të ndryshme që kishte parë, që ai ishte një njeri jo vetëm i drejtë edhe besnik edhe fjalë pak edhe i urtë, por mbi të gjitha i tregon mrekulli të ndryshme, dhe një ndër to për shembull ishte që e shoqëronin vazhdimisht të re, dhe kurdo që shkonte ai pra reti bënin hije. Këto nuk janë hadithe, siç e kam sqaruar kur ka qenë kjo bisedë, por duke qenë se transmetohen nëpër kronikat e sirës, unë po i them këtu me fjalë, nuk e ngre, as nuk e ul vlerën e profetit sallallahu alaihi wasallam, për arsyen se vlerësimet sheriatike dhe fetare me të nisin atëherë kur i fillon shpallja. Në këtë moment ai është një njerëz i gjithë tjerët dhe nuk e di fare se çfarë do të ndodhë me të më pas. Kështu Hatixha nga ana tjetër kishte refuzuar një numër personash, edhe është interesante ta themi, ndoshta e kam thënë edhe kur folëm atëherë, po ndoshta nuk e kam thënë. Hatixha kishte refuzuar Ebu Xhehlin, pra Ebul Hakem, ai kishte propozuar për tu martuar dhe ajo kishte refuzuar. Kishte refuzuar Ebu Sufjanin dhe kishte refuzuar gjithashtu Ukba ibn Abi Muit. Këta të tre ajo i kishte refuzuar dhe dëshironte që të martohej me dikë tjetër, dhe kur ishte në kërkim të një bashkëshorti, hala i thotë që pse nuk mendon të martohesh me Muhamedin, dhe në një moment ajo ka më dyshje, por nga ana tjetër
interesohet dhe thot do të dërgoj një shërbëtore që ishte një shërbëtore me emrin Nefisa dhe i thot shko dhe praktikisht bli mendjen. Dhe ka një dialog që përmendet në librat e sirës midis Nefisës dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe profeti nuk thot as po as jo, por bën pyetje me një fjalë që pse duhet një grua e pasur dhe gjithashtu e bukur dhe e fortë praktikisht jetë i interesuar për mua, dhe kronikanët, pra historianët, kur flasin për pyetjen edhe pse nuk është një pyetje me karakter fetar, por gjithsesi parashtrohet që pse i dërguari i Zotit nuk ishte martuar dhe as po kërkonte që të martohej në këtë moshë, me një fjalë. Përgjigjja është që me aq sa kuptohet, ishte i dhënë pas punës, sepse donte ta ndihmonte ekonomikisht Ebu Talibin, aq sa të ishte e mundur për arsyen se situata ekonomike e tyre nuk ishte fort e mirë. Dhe për këtë arsye, kjo që sapo thash rrezaton edhe në përgjigjen që ai i jep kësaj Nefisës dhe i thotë që pse duhet të jetë një grua e tillë e interesuar tek unë që praktikisht jam i varfër dhe s'kam asgjë. Dhe kur i bën këtë pyetje, pra kur këtë përgjigje Nefisa ja transmeton Hatixhes, asaj i pëlqen dhe nisur edhe nga përshkrimet që i kishte bërë Hala, pra e motra vet, lidhur me karakterin edhe reputacionin edhe drejtësinë nga e cila karakterizohej Muhamedi, vendos që të martohen. Ebu Talib pra vendos që t'i bëj praktikisht propozimin ajo e para, kjo është gjithashtu interesante, dhe Ebu Talibi shkon në shtëpinë e saj, bëhet i ashtu quajturi domethënë akt martese dhe ata martohen. Ka një transmetim tek sira e Ibn Kathirit, sipas së cilës profeti bashkë me Ebu Talibin pranon që i jati asaj të dehet, dhe pastaj kur i del, sepse ai nuk pranonte, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i varfër, dhe sipas këtij transmetimi, por që është një histori që nuk ka jo vetëm autenticitet dhe sened, por nuk ka as logjik, i thotë që me jetimin e Ebu Talibit ti s'mund të martohesh kurrë. Kjo është e çuditshme. Nga ana tjetër, neve e dim shumë mirë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë i prirur drejt së mirës dhe nuk mund të pranonte kurrë që të dehte dikë për çfarëdo lloj situate dhe çfarëdo lloj qëllimi, aq më pak në këtë situatë të tillë. E kujtojmë, do ta themi javës që vjen, që me Xhibrilin në natën e Isras dhe Miraxhit ai zgjedh qumshtin dhe jo verën, ndërkohë që vera ende nuk ishte e ndaluar, por ndalohet me ajet Medinas, që do të thotë ishte i pastër dhe ishte tahir dhe ishte me le të themi prirje drejt fitrës dhe natyrshmërisë. Pra kjo është një histori që gjithsesi tregohet edhe për llogaritë amanetit, pa themi gjysmë akademik e kam përmend dhe po e përmend, por që nuk ka bazë me i fjalë. E vërteta është që shpallja, po as kjo histori nuk e gjen gjallë të jatin e Hatixhes, sepse ai kishte ndruar jetë përpara në luftrat e Fixharrit. Ky është menimi më i saktë, i kemi përmend me fjalë vite përpara, nga viti që flasim. Dhe ata martohen bashk dhe kanë 6 fëmijë. Fëmijët e kanë thënë, i pari ka qenë i pari ka qenë Kasim, dhe Kasim ibn Muhammed, që do thotë Ebul Kasim, ka qenë nofka, pra lagapi i profetit sallallahu alaihi wasallam ndaj pra Kureshët edhe jo besimtarët, pasi erdhi shpallja, i drejtoheshin ashtu dhe nuk i drejtoheshin si i dërguar apo rasul apo nebi, domethënë. Pastaj kemi 3 vajza, që është Ruqeja, që është Umi Kulthum, dhe që është Zejnebja në fillim, pastaj Ruqeja dhe Umi Kulthum, dhe pastaj ka 2 menime, është Abdullahi dhe pastaj Fatima, apo është Fatima dhe pastaj Abdullahi. Abdullahi ka 2 emra të tjerë, që është Tajib dhe që është Tahir, që do thotë i pastër edhe i mirë. Të 2 djemt ka menime që vdesin, njëri 3, njëri 4, njëri 4, njëri 7, por gjithsesi asnjëri prej tyre nuk e arrin moshën e, si më thon, pubertetit edhe të rritjes, dhe asnjëri nuk e arrin moshën kur i dërguari i Allahut bëhet profet.
njësoj të njëjtin fat ka dhe Ibrahimi, po për Ibrahimin nuk mund të flasim, pra nuk do të flasim sot sepse është i vetmi djalë, i vetmi fëmijë që nuk e ka me Hatixhen radiallahu anha, por e ka me Marien, edhe kur të vi me të krishterën Marie, kur të vi radha se nga erdhi Maria, kush ja dhuroi profetit e tjera me radhë do ta sqarojmë, edhe çështjen e Abdullahit, edhe çështjen e Ibrahimit, sepse për sa i përket Ibrahimit ka dhe një hadith me ngarkesë teologjike me i fjalë. 4 vajzat sigurisht që e pranuan që të katërta fenë e Zotit, bëhen të katërta besimtare. Zejnebja e para martohet me Ebul As, dhe shkurtimisht do them dhe historinë e saj. Ebul As ishte një ndër fisnikët Mekas dhe është një ndër kureshët i cili jo vetëm që nuk preku as edhe një musliman, por nuk pati kurfar armiqësie me ta. Për fat keq në betejën e Bedrit ai bën pjesë në kampin e Gabum, që do të thotë në radhët e kureshëve, dhe kur kapet rob nga muslimanët, i caktohet një shumë parash që duhet paguante, dhe kur dërgon lajm në Mekë, në këtë moment që flasim Zejnepja ishte ende e martuar, sepse në këtë moment që flasim ende nuk ishte shpall ajeti që e ndalon një mushrik apo një mushrike, pra një besimtar apo një besimtare të martohet me një mushrik apo me një mushrike. Zejnebja, përveç parave që bën me i fjalë për arsyen se nuk i plotësonte dot, i dërgon një gjerdan që ishte një dhuratë që Hatixha ja kishte dhënë ditën kur ajo ishte martuar, pra ajo ma vet. Dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam shikon gjerdanin e Hatixhes, emocionohet, praktikisht qan preket dhe shkon takon sahabin emri i cilit nuk bëhet i ditur, që e kishte e kishte kapur në betejë Ebul Asin, dhe i thot, po bëj ndërmjetësim tek ty ta lëshosh duke ja dhënë edhe parat, edhe gjerdanin mbi të gjitha, dhe në qoftë se ti e ndërmjetëson këtë shefa, pra këtë ndërmjetësim timin, Allahu do të ta shpërblej me diçka më të mirë. Nuk kishte dyshim që me aq sa ka mundjeni nuk ka asnjë herë kur sahabët ja kanë prish profetit sallallahu alaihi wasallam, por është e bukur mënyra se si ai është drejtuar këtij sahabi, për arsyen se edhe pse bëhet fjalë për një njerëz të shtrenjtë si Hatixha apo Zejnepja apo për një objekt me vlerë simbolike për të, i dërguari i Allahut nuk dha urdhër, por kërkoi leje sepse ishte haku i tij për sa i përket këtij robi apo këtij të burgosur i luftës, si më thon, që të përdorim termin e saktë. Dhe ja jep lirin me një kusht, këtë do ta themi më tepër detaje kur të vi radha, kur të flasim për të burgosurit e betejës Bedrit pas disa javësh, po e them shkurtimisht që ta mbyllim si lloj le të themi përshkrimi gjysmështerues të jetës së Hatixhes radiallahu anha dhe fëmijëve të saj të nderuar. Dhe ja jep lirin me gjithë gjerdan, me gjithë para, me kushtin që kur të shkonte në Mekë të kthente Zejnepen. Me të dërgon dhe Bilalin dhe i thot që sigurisht Bilali të marrë Zejnepen mbrapsht. Ka mendime që mund të kenë qenë dhe sahabë tjerë, sepse sigurisht Bilali ka qenë vetëm, por përmendet Bilali në këtë histori sepse ndoshta ka qenë më i rëndësishmi nga të gjitha ata. Dhe kur shkon në Mekë, Ebul As e mban fjalën dhe i thot që duhet të shkosh tek babai yt, dhe në këtë moment del mes të ditës në Mekë, dhe kur ata e shohin, kureshët e shohin, thon kurrë në kurrës nuk lejojmë që ti ta largosh Zejnepen nga këtu, praktikisht ishte e shtrenjtë për ta në kuptimin e një plaçke, por Ebul As në prani të Bilalit thot që në qoftë se ju musulmoni mua, unë nuk do të resht së vrari një nga një ju, dhe ata e njifshin që ai ishte shigjetar dhe harktar i Zotit, dhe praktikisht i vetmi dëm që ata bëjnë është që praktikisht dëmtojnë dhe plagosin, më saktë therin, deven në të cilën Zejnebja kishte hipur, dhe kur bie, e vërteta është për fat keq që ajo dështon një fëmijë të cilën e kishte në bark, dhe ky Eswad ibn al-Khabar, më duket ishte ky person me fjalë, më pas bëhet edhe ky besimtar, kërkon falje, por gjithsesi dëmi ndodh, dhe më pas Zejnepja kthehet në Medine, pas
7 apo 8 vitesh pas këtij momenti që flasim, Ebul As bëhet besimtar dhe është e bukur, shkon natën, e përgjith natën në Medine, nuk dihet se në çrrethana e gjen shtëpinë e Zejnepes, hyn natën dhe i thot jam Ebul Asi dhe kërkoj që të më falni se bëre gabim, bëhet besimtar në Medine, por nga malli ndaj bashkëshortes apo ndaj situatës vështirë që kishte në Mekë, nuk e dikte, niset drejt Medines, hyn në shtëpinë e Zejnepes dhe i thot që kërkoj babait tënd dhe të gjithë besimtarëve mbrojtje. Pra kërkon mbrojtje për mua dhe deklaroj që ti më ke mbrojtur mua në përputhje me domethënë ajetet kuranore që flasin që kur një besimtar merr në mbrojtje një jo besimtar, atëherë ai është në të drejtën e tij që të jetojnë mes besimtarëve. Pastaj është një ajet në surën Teube kur Allahu me fjalë pas çlirimit të Mekës nuk lejon asnjë mushrik që të jetojë më në kadishun arabik, po kur të vi rradha do ta sqarojmë këtë. Dhe në është e bukur që kur gdhin në mëngjes në namazin e sabahut, Zejnebia bashkë me Ebul As, pak para se me fillu namazi, hyn në xhami dhe Zejnebia thot që unë për hir të dashurisë së bashkëshortit tim ju kërkoj që mbrojtje për të dhe ju të mos e cysni. Këtu profeti sallallahu alaihi wasallam nga një anë gëzohet dhe nga ana tjetër shfaqsohet ndaj gjithë besimtarëve dhe thotë që a e dëgjuat se çfarë kërkoj? Ato i thanë po. Atëherë tha ashtu siç e dëgjuat ju për herë të parë, edhe unë po e dëgjoj për herë të parë, që do të thotë nuk e kam ditë se çfarë ka ndodhur mbrëm dhe nuk është një gjë e sajuar nga ne përpara jush. Po një mënyrë tejet fisnike për të bërë transparencë sa i përket situatës në fjalë. Dhe më pas me kalimin e kohës, pas disa muajve, Ebul As bëhet besimtar dhe ata martohen. Martohen praktikisht tu është një çështje fiku me një fjalë, martesa e tyre au prish ndonjëherë apo jo, po për aq kohë sa nuk kishte një nikah, pra një akt martesor të dytë, praktikisht nuk ishte prish ndonjëherë për arsyeën se pra ai sa ishte në fuqi e drejta e besimtarëve për me qenë të martuar me mushrikët, atëherë praktikisht ata ishin thjesht të ndarë dhe në distancë, por jo se ishin ndarë ndonjëherë në kuptimin fikhor apo juridik të fjalës. Kjo është Zejnebia me një fjalë që ndron jetën të gjallë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Vajza e dytë është Umi Kulthum. Umi Kulthum dhe Ruqeja ishin të dy vajzat që ishin përcaktuar për dy djemt e potamani mene kemi thënë për dy djemt e për dy djemt e Ebu Lehebit me një fjalë, ishin Utbe dhe Utejbe. Dhe Ebu Lehebi kur vjen profecia dhe fillon armiqësia ndaj nipit të tij, i urdhëron djemtë e tij që të distancohen nga kjo. I pari Utba, më sa më mend, shkon dhe me një lloj gjysfisnikërie shpall tërheqjen e tij, kurse Utejbe ishte më i egri prej tyre, shkon dhe i thot në një fjalë që neve nuk pranojmë as mesazhin tënd, as vajzën tënde dhe praktikisht nuk duam që të kemi asnjë marrëdhënie me ju. Kur e kam përmend tek vështirësitë e profetit sallallahu alaihi wasallam, kjo ka qenë një ndër goditjet kryesore për arsyeën se është një bisedë që është zhvilluar publikisht midis tij dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ruqeja është vajza e tretë, është ajo e cila pastaj Umi Kulthumi ishte e vogël, ishte e re, bëri hijret dhe u martua me Uthmanin, pasi Uthmani pasi Uthmani ishte martuar me Ruqejen. Ruqeja është një domethënë prej atyre grave që emigroi në Abisini bashkë me Uthmanin. Ka menime që ato u kthyn më i herë në incidentin e Kisatul Garani, ka menime që kanë shku prapë dhe kanë ardhur më mrapa. Nuk kemi shumë të dhëna për këtë, por dihet që me sa mbaj mend Abdullah ibn Uthman ibn Affan, pra djali që ata kishin mes tyre, ka lindur në Abisini dhe është i vetmi nip i profetit sallallahu alaihi wasallam që ka lindur në Abisini. Dhe Ruqeja sëmuret dhe vdes praktikisht në betejën e Bedrit për arsyeën ose një ditë apo 2 ditë pas betejës së Bedrit, sepse ata pas Bedrit qëndrojnë
3 ditë në fushën e betejës, kur të vim të flasim për atë, ishte një sunet që i dërguari i Allahut e institucionalizoi në Bedër dhe e mbajti gjatë gjithë jetës tij në domethënë fushatat ushtarake, dhe në t'i gjente dhe t'i takonte të gjithë njerëzit e mundshëm që e kishin ndihmuar të dërguarin e Allahut dhe ja u shpërblente ekonomikisht, sepse dëshironte që ta le të themi ta bënte të ndihej jo borxhli ndaj gjithë njerëzve që e kishte ndihmu dhe në shtratin e këtij domethënë e këtij procesi të vazhdueshëm që ajo bënte dhe mënyrën se si ajo e mirëpriti në shtëpi dhe e bëri praktikisht njëri gjysmë të pasur, ka dietar të tefsirit që e shpjegojnë ajetin e surës Duha që nuk të gjetëm në ty të varfër dhe të pasuruam, dhe thonë edhe Ibn Kathiri e thotë këtë që praktikisht pasuruesja kryesore është Hatixha radhiyallahu anha, apo është një hadith tjetër tek Buhariu dhe Muslimi që thotë unë jam ushqyer nga Allahu përmes dashurisë së Hatixhes ndaj meje. Dhe këtu ka dy kuptime. E para është sigurisht dashuria martësore, por e dyta ka qenë mbështetja kryesore në momentin kur mua më erdhi shpallja, dhe nga momenti kur ndodh shpallja dhe fillon konflikti me Mekasit, nuk ka praktikisht transmetime se çfarë ndodh me Hatixhen. E kam shpjeguar këtë, është një shoqëri tejet patriarkale, në kuptimin e keq fjalës, se domethënë janë mësuesët e edukimit moral, apo si quhen ato landët me fjalë në shkollë që i ndajnë shoqëritë patriarkale, matriarkale dhe i konsiderojnë si gjë të dëmshme apo gjë të këqija në optikën moderne post-revolucionare, por kur flas për një shoqëri patriarkale do të thotë që janë burrat domethënë të parët e shoqërisë, dhe kjo praktikisht deri në kiamet kështu do të jetë. Dhe pra në një shoqëri patriarkale që e qeverisin burrat, dhe sidomos kur je bashkëshortja e një profeti i cili është praktikisht pika e gjithë rëndesës së gjithë shoqërisë, ajo bën një jetë shtëpiake. Për këtë arsye nuk kemi të dhëna dhe rrëfime të shumta se çfarë ndodh me të në këto vite, por veprimi i veprimeve që ajo bën është që i bashkangjitet bojkotit. Thamë që ishin vetëm Benu Hashimët, kuptohet edhe Benu Mutalibët, që ishte një fis i vogël dhe një nëndege Benu Hashimëve, të cilët u përfshin në bojkot, kurse besimtarët e tjerë, duke filluar që nga Hatixha me i fjalë që nuk ishte as Benu Hashim as Benu Mutalib, nuk e kishte detyrimin, po themi procedurial, që të përfshihej tek ata që u larguan nga qyteti, por siç kam thënë për Bilalin, siç kam thënë për Hababin, ashtu është domethënë edhe Hatixha radhiyallahu anha ju bashkangjitet atyre dhe bën të njëjtën jetë që bëjnë besimtarët e tjerë. Transmetimet e vështirësisë së bojkotit, aq të pakta sa janë, i kanë përmend me fjalë, dhe historianët thonë që jeta ishte sigurisht veçanërisht e vështirë për të gjithë ata, por veçanërisht dhe në mënyrë ekskluzive e vështirë për gratë. Dhe një ndër gratë që sigurisht ishte pjesa e atij grupi që jetoi praktikisht në mërgim, edhe pse ishin afër qytetit, gjithsesi ishte mërgim me fjalë, pa higjen, pa shtëpi në përtenda e kështu me radhë, edhe në rastin e Ebu Talib që ishte një burr praktikisht në moshë, por edhe në rastin e Hatixhes që ishte një grua e cila tashmë kishte lindur 6 herë, ishte një njeri që mbi të gjitha nuk ishte mësuar me jetën e vështirë që u përballën muslimanët në 2 vite e gjysmë bojkot, për arsyeën se kishte qenë gjithmonë pjesë e shtresës lartë mekase. Ajo dobësohet deri në pikën, pra dobësohet në kuptimin shëndetësor të fjalës, dobësohet deri në pikën sa dhe ndron jetë. Nuk ka transmetime të mënyrës se si është agonia e vdekjes, për arsye që i kemi përmend gjithmonë kur përmendim raste të këtij kalibri apo raste të këtij, domethënë raste të kësaj natyre. Hakim ibn Hizam transmeton një hadith që thotë që në momentin kur Hatixha radhiyallahu anha ndron jetë, ende nuk ishte ende nuk ishte shpallur dispozita e namazit të xhenazes, prandaj dhe nuk falem një namaz xhenaze për të, por i dërguari i Allahut e futi në varr, domethënë me duart e tij, e varrosi me duart e tij dhe pastaj bëri dua për të. Është e bukur dhe gjithashtu prekse që kur në çlirimin e Mekës, do ta themi me më tepër detaje kur të vi radha,
kur Abasi, i cili ishte në qytet kur ndodh, por edhe besimtarë të tjerë që ishin të ashtu quajturit mustadafin apo të doptit që ishin prej besimtarëve që jetonin në Mekë, apo nga besimtarët që u bën rishtasi të tillë siç ishte Ebu Sufjani etj me radhë, që të gjithë këta i ofruan domethënë që të strehojë dhe të jetonte që të qëndronte për aq kohë sa qëndroi në shtëpitë e tyre, por ai refuzoi këtë dhe ngriti një tent pranë varrit të Hatixhes radhiyallahu anha dhe ky transmetim ka domethënë dhe këtë detajin që thot pranë varrit të Hatixhes dhe Ebu Talibit, dhe ata domethënë historian, se nuk mund të them që janë dietar për arsye se nuk është çështje sheratike, këta historian që thonë që Hatixha ka ndru jetë pas Ebu Talibit, bazohen pikërisht te ky hadith që do të thotë vari i Hatixhes ishte pranë varrit të Ebu Talibit, që do të thotë ka pas një varr të Ebu Talibit përpara varrit të Hatixhes, dhe thash ka një menim që mund të ketë vdek 3 ditë apo 4 ditë pas Ebu Talibit, por menimi më i saktë është që ka vdek 6 apo 7 javë, që do të thotë për 1 muaj e gjys apo 2. Po të gjitha këto, siç e thash, me hamendësim janë për arsye se nuk ka as hadith të saktë dhe as një raportim nga ana e sahabëve. Domethënë kjo është historia e Hatixhes radhiyallahu anha, dhe tani rikthehemi duke thënë edhe 5 fjalë, sepse mori goxha kohë dhe mirë bani që mori me fjalë. Duke thënë dhe 5 fjalë për Taifin, bëjmë si lloj hyrje dhe pastaj me detajet e nevojshme do ta sqarojmë javës që vjen. Në funksion të asaj që thash në fillim të shpjegimit paraprak që bëra, është që profeti për herë të parë pas sallallahu alaihi wasallam, për herë të parë pas 10 viteve u gjend pa mbrojtje. Dhe pa mbrojtje nuk ishte shaka të qëndroje pa mbrojtje. Prandaj dhe pa rënë në sy, kështu përshkruhet, pa i thënë askujt, me përjashtim të mund t'i ketë thënë sahabëve tjerë, të nuk e mohojnë, por nuk dihet me i fjalë, por vetëm me Zeid ibn Muhammed, pra Zeid ibn Haritha, po në këtë moment është ende Zeid ibn Muhammed, e merr dhe largohet drejt Taifit. Taifi është një qytet në juglindje të Mekës dhe është i barazlarguar rreth 80 kilometra me Xhidden, që do të thotë Xhide është në pak a shumë në veri perëndim të Mekës, kurse Taifi është në juglindje të Mekës. Domethënë po ta shikojmë hartën e Shqipërisë, praktikisht Xhidia është në Durrës, kurse Taifi është në Pogradec, është fiks kështu. Domethënë 80 kilometra është Durrësi, 80 Pogradeci, Elbasani është mes, edhe Xhidia me Taifin janë nga Meka të barazlarguar. Qyteti i Taifit ishte një qytet, domethënë bëhet fjalë për Pogradecin, po ta kemi parasysh. Dhe është një qytet në të cilin shkohej drejt një relievi malor dhe transmetohet që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka shku atje në këmbë, sigurisht domethënë nuk transmetohet që ka shku me një kal apo pra me një kal me ndonjë deve, por që transmetohet që ka shkuar në këmbë dhe siç e thash ka shkuar me Zeid ibn Muhammed, Zeid ibn Haritha, domethënë ta themi Zeid ibn Haritha është më mirë. Atje ishte fisi i thekafëve, pra siç ishte në Mekë, siç ishin Kureshët, atje ishin thekafët dhe thekafët ishin një fis shumë i fuqishëm, shumë i fortë. Ata kishin një le të themi prjes që quhej Amr dhe ky kishte 3 djem, që ishte Abdul Jalil, ishte El Mesud dhe ishte El Habib. Tani këta 3 vëllezërit përmes një lloj testamenti të çuditshëm të babait të tij ishin praktikisht të 3 në fuqi dhe ishin ata që bashkëndanin me njëri tjetrin praktikisht drejtimin e qytetit. El Mesud është i dyti, mund të jetë i parë dhe i treti, po El Mesud është më i rëndësishëm nga 2 tjerët për arsye se është babai i prisi të ardhshëm të Taifit dhe të Thaqifëve, Urwa ibn Mesud, dhe Urwa ibn Mesud është domethënë më pas bëhet sahab dhe praktikisht vritet nga populli i tij kur ju bën davet, por kjo ndodh në ekspeditën e Hunenit pas çlirimit të qytetit, pra pas çlirimit të Mekës në vitin e 8 të Hijrit. Profeti sallallahu alaihi wasallam shkon atje, i takon, kujtojmë ishte hera e parë që i dërguari i Allahut bënte davet jashtë Mekës pas 10 viteve.
Dhe qëllimi kryesor nuk ishte daveti i masave, por ishte takimi, pra ishte bisedimi me krerët e thakifëve me qëllim që ata ti jepnin mbrojtje. Dhe Abdiljali i pari prej tyre jep një përgjigje të turpshme dhe i thotë që ata i flasin ashpër, në fakt, i thotë që në qoftë se ti do të ishe profet dhe ne do ta besonim këtë, atëherë ne me fuqinë tonë do të vinim në Qabe, do ta grisnim mbulesën e Qabes dhe do ta shkatronim Qaben për të poshtruar ty. Mesudi i dyti i thotë që po të ishe, domethënë ti profet, ose më saktë po të ishte se Allahu ka caktuar të zgjidhte profet, do të zgjidhte njëri tjetër dhe jo ty. Euzubillah, domethënë. Kurse i treti, El Habibi, i thotë gjë akoma më të tmerrshme, i thotë nëse ti do të ishe profet vërtet, atëherë unë do të isha shumë inferior dhe nuk do të kisha dinjitetin për me bisedu me ty. Por për aq kohë sa ti nuk je profet, atëherë dinjiteti më takon mua dhe unë nuk mund të drejtohem as pak. Është interesante, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i kërkon që ata të paktën të bëjnë një gjë, të mos ju thonë Kureshëve që ai shkoi atje. Kjo është interesante, sepse sigurisht që reputacion, edhe pse kjo u mor vesh më pas, edhe do ta themi javës që vjen se si u mor vesh, por gjithsesi i dërguari i Allahut nuk donte që kjo të binte në sy për arsye që mund t'i marrim me men. Dhe ata këtë ja premtojnë, ç'është e vërteta, dhe kjo ndodh në ditën e parë apo në ditën e dytë të qëndrimit të tij atje. Ibn Ishaku dhe të tjerë dhe Taberiu thonë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar në Taif jo vetëm 2 ditë, por ka qëndruar 7 ditë. Dhe pas ditës së dytë që ata e refuzojnë, praktikisht ai ju kërkon leje, është e bukur kjo, ju kërkon leje që ti drejtohet dhe qytetit. Dhe ata për ta plotësuar poshtërimin që mendojnë eudhubillah ti adresojnë, e lejojnë dhe thotë fol me këtë dush kur nuk të pranuam ne dhe kur të kthyem shpinën ne, këto të tjerët akoma dhe më tepër kanë për ta bërë, por situata në qytet tensionohet për arsyeën se një grup i vogël prej tyre, të cilëve profeti sallallahu alaihi wasallam po ju fliste ditë pas dite dhe transmetohet që kanë ndenjur 6, 7 apo 8 ditë, që do të thotë ka pas 4 apo 5 ditë plota për të marrë vetëm me ta pasi mori përgjigje negative nga paria e qytetit. Një grup i vogël i atyne, 2-3 veta ishin tashmë duke thënë shahadetin sepse ishin duke besu, dhe kur kjo ndodhi dhe kur kjo mori zë si ngjarje, këta të tre japin urdhër që qyteti praktikisht ta sulmoj dhe për ta poshtruar, kjo duhet të qenë me siguri në pjesën e, domethënë në pjesë e urfit poshtër të tyre, me një fjalë, nxjerrin disa budallënj nga qyteti dhe disa kalamaj dhe ju japin guralet të vegjël për ta godit, që do të thotë kur të nxjerrin dhëmbët edhe budallënjt dhe kalamajt, që do të thotë ti nuk je një njeri që meriton një konfrontim burrash, por je një njeri që të poshtrojnë dhe të largojnë kalamajt dhe të çmendurit që praktikisht janë edhe juridikisht edhe fetarisht njerëz që nuk përfshihen te kategoritë e njerëzve domethënë me përgjegjësi dhe me peshë, si status social e kam fjalën. Dhe kur ndodh kjo, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e transmeton këtë në një hadith kur Aisha radiallahu anha, e cila praktikisht nuk e njeh sirën mekase, në kuptimin e një përjetimi, me një fjalë thotë o i dërguari Allahut, hadithi është tek Buhariu dhe Muslimi, tek Buhariu po tek Muslimi nuk jam i sigurt, thotë a ka pasur në jetën tënde ditë më të vështirë se sa dita e betejës së Uhudit? Me një fjalë bëhet fjalë për një moment kritik të jetës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur ai u plagos 2 herë, do ta sqarojmë kur të vi rradha inshallah, dhe thotë jo, nuk ka qenë dita e Uhudit dita më e vështirë e jetës time, por ka qenë dita e Taifit, dhe i thotë që unë shkova, dhe kjo është e bukur, nuk i qahet, që do të thotë nuk i tregon detaje, dhe detajet ne i dim nga transmetimet e Zeid ibn Harithas dhe nga transmetime që Zeid ibn Haritha ja u ka thënë sahabëve, dhe një pjesë e dim nga Buhariu dhe një pjesë e dim nga Ibn Ishaku. Dhe nga Ibn Ishaku dim çfarë ka thënë Zeid ibn Haritha, nga Buhariu dim çfarë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Por siç e tham, siç e kam sqaruar këtë, fjala e një sahabi është ligj në akide, sepse nuk mund të flasi kurrë një sahab për sa i përket çështjeve të akides
nga ijtihadi i vet, por duhet ta ketë ngjuar drejt për drejt nga i dërguari i Allahut, kurse sa i përket çështjeve jo sheratike, jo të akides, por të dispozitave apo të historisë, është ashtu siç ai thot, për arsyeën se sinqeriteti i sahabëve nuk vihet në dyshim. Pra ngjarja është 100% autentike pavarësisht burimeve të ndryshme. Dhe i thot Aishës radiallahu anha, unë shkova atje, por ata nuk mu përgjigjen në mënyrën që unë kërkova, dhe unë u largova nga qyteti dhe isha në një gjendje shoku derisa shkova në një vend të posaçëm dhe pasi ula, e ka atë termin arabisht, më duket është qarnul ethqail apo diçka e tillë, nuk jam i sigurt tani, por ishte një si e ka fjalën, se e harrova. Ishte një toponim, se s'po vjen fjala. Ishte një toponim i caktuar që kështu quhej ai vendi dhe ishte në kthim drejt Mekës dhe në këtë vend ai ndërmendet, praktikisht ka qenë në një gjendje shoku dhe Zeid ibn Haritha i thotë që është mirë të ulemi në këtë hijen këtu. Ajo ishte një hije e një shtëpie dhe kjo shtëpi ishte e Utba ibn Abi Shaybes, i cili ishte kushëriri i Utba ibn Rabias, të dy këta ndrojnë jetë në Bedër dhe aty, dhe kjo është gjëja e fundit që do them pastaj dhe do të vazhdojmë javën që vjen inshallah, aty ishte një person i cili quhej Adas. Tani ky Adasi, transmeton Ibn Ishaku, nuk ishte prej Thaqifëve, aq më pak prej Kureshëve, pra nuk ishte arab. Dhe kur e sheh si një njeri të vuajtur, praktikisht transmetohet që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i gjakosur, sidomos nga gjunjët edhe nga këmbët për shkak të guralecëve apo gurëve që ata i kishin hudhur me një fjalë. Dhe Zeid ibn Haritha, që me sa duket nga transmetimi ishte në gjendje më të mirë fizike, kuptohet ishte edhe më i ri, në këtë moment që flasim, profeti sallallahu alaihi wasallam ishte fiks 50 vjeç, kurse Zeid ibn al-Haritha ka qenë minimumi 15-16 vjet më i ri se ai. Zeid ibn Haritha i thot Adasit që a ka mundësi që të na ndihmosh me diçka, dhe ai vjen dhe i jep një pjatë me rrush. Sepse në zonën e Taifit ishte karakteristik ndryshe nga Meka që kishte fruta që Meka nuk i kishte. Periudha, dhe me këtë do ta mbyllim, periudha, ajo distancë e shkurtër kohore që Adasi shkon edhe sjell rrush në dërguari i Allahut, bën një lutje madhështore që është e gjitha kryekëput, domethënë një konfirmim dhe një pohimi i monoteizmit dhe i mbështetjes dhe i tevekulit tek Allahu, me një fjalë ngre duart lart dhe i thot Allahut, pak a shumë është një përveçsim, është një lutje e shkurtër por shumë e fuqishme, thot o Zoti im, unë po ta ankohem ty dhe nuk i ankohem askujt tjetër, që do të thotë jo po ta ankohem që nuk jam dakord me kaderin tënd, por vetëm ty mund të drejtohem, që mos ta lësh robin tënd, pra mua, as në ndihmë të këtyre të huajve dhe as në ndihmë të atij njeriu tim që nuk më do mua. Dhe është fjala për Ebu Lehebin, me një fjalë që mos më bëj, sepse largimi nga Meka praktikisht ishte nga pikpamja, po themi burrnore, nuk po du të them juridike apo procedurale, po nga pikpamja e ndarjes burr me burr, ishte që pra donte të thoshte që i kishte la durët me qytetin. Kur të vish prapë në qytet, sepse ishte bërë javë, kishte shku pa bërë zë, por tani ata, siç do ta themi javën që vjen, e kishin marrë vesh që që profeti sallallahu alaihi wasallam po kërkon mbrojtje diku tjetër, dhe për aq kohë sa po kërkon mbrojtje diku tjetër, atëherë këtu kanë rikthehet tashmë në gjendje, nuk po them lufte, po në gjendje armiqësie dhe jo më në gjendje miqësie apo le të themi garancie siç ishte kur u largu. Ai edhe kur u largu nuk ishte i tillë, po ishte ndryshe kur vije mas i jave. Dhe thot, unë vetëm ty të lutem, thot, dhe vetëm tek ti kërkoj ndihmë dhe nuk kanë ndryshim apo fort përveç teje. Dhe pasi bën këtë lutje që e transmeton jo Buhariu por Ibn Ishaku, po që kjo është një lutje që është në përputhje me gjithë frymën e duave profetike, Abdasi vjen dhe i jep rrushin, ai e merr dhe kur thot Bismillah, Abdasi habitet dhe i thot ç'është kjo fjalë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e pyet, pra i përgjigjet pyetjes me pyetje, i thot nga je ti që nuk e kupton këtë fjalë, dhe ai i thot që unë jam nga qyteti i Ninives.
e njova lajme çfarë domthon në Ninive ishte ajo fatkesia që kishte ndodhur atje në Irak në atë dasmën që kishin vdek 110 veta me një fjalë nga nuk e di si kishte rënë zjarr atje. Është një qytet në Irak me një fjalë dhe kur i thot ai jam nga qyteti i Ninives, atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i thot je nga qyteti i vëllait tim Yunusi ibn Mata, që do të thotë Gjoni, biri i Matthewsit, në një fjalë ka qenë profet, është domethënë profet kuranor që është i përfshirë në sprovën e balenës, me një fjalë në sprovën e barkut peshkut. Dhe Adasi shqyn syt praktikisht sepse i thot në këto anë askush nuk e njeh Yunusin dhe si ka mundësi që ti e njeh, dhe i dërguari Allahut ju thot atë hadithin e famshëm me fjalë që të gjithë profetët janë vëllezër sepse janë të dërguar të Allahut dhe Allahu është ai që ju jep dituri, dhe pasi ja shpjegon se çfarë do të thotë bismillah, domethënë ai ishte një krishtian, ai bëhet besimtar. Është e çuditshme, ata i flasin edhe Utba ibn Abi Shejbe edhe Utba ibn Rabia që të vinë vetë dhe të mos e besojnë, se ata e njifshin praktikisht. Jemi në rrugën midis Taifet dhe Mekës, që do të thotë jemi në afërsitë Mekës dhe merret me mend që mund të ketë qenë një lloj kështu shtëpie verore jashtë qytetit në një zonë që ka pas gjelbërim, sepse vreshta nuk kishte në Mekë, po kishte jashtë saj me fjalë. Dhe Adasi për fat keq transmetohet që ka qenë në betejën e Bedrit, por shoqëri i Zotit ka shpëtuar dhe nuk është vrarë nga ana e jo besimtarëve, po më pas nuk dihet gjë për të me fjalë, nuk përmendet, më aq sa kam lexuar, nuk përmendet më, por në këtë moment që flasim ai dëshmon shehadetin dhe dëshmon se bëhet besimtar. Unë them ta mbyllim këtu sepse pas kësaj ndodh një incident që Xhibrili vjen dhe i flet profetit, ndodh incidenti i përmendur në surën Ahkaf me leximin e Kuranit në namazin e natës sa asaj dite që profeti sallallahu alaihi wasallam domethënë fal, dhe pastaj mbi të gjitha përmendet domethënë përpjekjet që ai bën për të gjetur garanci në qytet, sepse dhe kjo është e rëndësishme dhe e frikshme, nuk dëshironte të hynte në qytet pa pasur një garanci paraprake se kush do ta mbronte, që do të thotë situata nuk ka qenë as pak domethënë e tensionuar, por ka qenë e tensionuar, sepse për ndryshe mund të shkonte tek shtëpia e kujtdo nga sahabët dhe mund të qëndronte aty, ne këtë nuk e dyshojmë, por fakti që nuk priste puna as nesër as pas nesër, por kërkonte një mbrojtje paraprake para se me hyrë në qytet, domethënë na jep të kuptojmë që bëhet fjalë për një situatë tetë vështirë dhe kritike. Kështu që inshallah javës që vjen vazhdojmë me rrëfimin dhe pastaj kemi edhe ngjarjen e Isras dhe Miraxhit, dhe pastaj si ngjarje të fundit kemi komplotin, po praktikisht përgatitjen e tyre për ta eliminuar fizikisht dhe vigjiljen e hijretit. Allahu shpërblet.